Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Karl Radeberg, një milioner austriak, i cili gjatë të jetës së tij luftonte për të gjetur lumturinë. Ishte i varfër dhe me kalimin e kohës u bë pasanik, u bë dhe milioner. Por bindjet që kishte se në kohën kur do të bënte pasuri të mëdha, do të gjente dhe lumturinë, i dolen që të ishin të kota. U bë milioner, por nuk u bëj lumtur. A dini pse nuk u bëj lumtur? Për arsye se paraja nuk është gjithçka, ose ajo më së paku sjell lumturinë e njeriut. Lumturia e njeriut nuk është në gjërat e kësaj bote. Lumturia e njeriut është në adhurim për Allahun xhallahu ala. E dini sikur çdo gjë në këtë botë që ka edhe materialin konkret për katës, për shembull, një pemë për ta kultivuar, duhet që asaj atë ta ujisim me ujë. Po kështu edhe zemrën e njeriut, e cila është baza e lumturisë, duhet ta ujisim me adhurim për Allahun subhanahu wa ta'ala. Për arsye se Allahu ka thënë Kur'anin famlar: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Dhëni re, ajo që qetëson zemrën, ajo që sjell prehjen shpirtërore, ajo që sjell lumturinë, është për kujtimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Është përmendja e Allahut xhallahu ala, është të jetuarit e jetës sipas parimeve të fesë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ne sot me ren Allahut xhallahu ala, me qenë se jemi në muajin e madhëshëm të Ramazanit, do të mundohemi që këtë aspekt të lumturisë, adhurimin t'u afrojmë në formën dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Adhurimi është ai që për besimtarin reflekton vetëm gëzim, kënaqësi, shpresë. Adhurimi dhe shpërblimet e tij të mëdha janë ato që gjithsesi besimtarin e bëjnë më të gëzuar, e bëjnë më të lumtur, për arsye se njeriu në muajin e madhëshëm të Ramazanit, nëse do të mënjanonim të gjitha adhurimet tjera dhe do të përmendnim vetëm natën e Kadrit, një natë që, siç ka thënë Allahu xhallahu ala, është më e mirë se sa 1000 muaj, pra se sa një jetë tërë e besimtarit, nëse vetëm këtë ka parasysh, atëherë sigurisht se do të ndihet i lumtur. Pra, me një adhurim të cilin e bën për Allahun xhallahu ala brenda një nate, nëse Zoti e bekon për ta gjetur këtë natë, për ta adhuruar Allahun xhallahu ala në këtë natë, për t'ie pranuar Zoti adhurimit dhe lutjet e tij, atëherë ai ka gjetur lumturinë. E ka gjetur lumturinë për arsye se ka gjetur shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Ramazani është muaj i lumturisë edhe nga këndvështrimi i leximit të Kur'anit. Kur'ani është libri i cili u shpall në muajin e Ramazanit. Kur'ani me shpërblimin e madh që ka për leximin e tij, arrin gjithsesi që besimtarin ta bëjë të lumtur. Secili prej jush të nderuar vëllezër dhe motra, pavarësisht se din shumë apo jo Kur'an, ka mundësi që të arrijë këtë shpërblim. Do doja para një kalkulimi të thjeshtë t'ju përmend një fakt nga thënjet e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, kush e lexon një shkronjë të Kur'anit, për të ka 10 të mira. Ka marrë një shembull me kaptinën e dytë, fillimin e kaptinës së dytë në Kur'an, kaptinën El-Baqara, Alif Lam Mim. Nuk po them se është një fjalë, po them se janë 3 shkronja. Elif është një shkronjë, Lam është një shkronjë dhe Mim është një shkronjë. Dhe për këto 3 shkronja ti ke plot 30 sevape. E tash nëse don kalkulimin, merr edhe llogarit sa shkronja ka kaptina El-Fatiha dhe 10 kaptinat e fundit të Kur'anit, cilat kanë përshtypjen se i dini të gjithë ju. Që të gjitha këto kanë mbi 700 shkronja, që nënkupton se për një kohë jo më shumë se 10 minuta, jo mund të arrini plot 7000 sevape. Pra, lexim të Kur'anit për 10 minuta dhe ti mund të arrish këtë shpërblim kaq të madh. Pra, ta lexojmë Kur'anin famlar në mënyrë që ta gjejmë lumturinë.
Të nderuar vëllezër dhe motra, prej gjërave tjera që në këtë muaj të madhërishëm do të mund t'i siguronin besimtarit lumturinë e vërtet, është edhe familja e tij. Besimtari mund ta gjejë kënaqësinë, mund ta gjejë rahatin shpirtërore pikërisht në familjen e tij. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Më i miri prej jush është ai që më së miri kujdeset për familjen e tij. Dhe unë jam më i miri prej jush për arsye se jam më i miri për familjen time. Pra, një kujdes më i veçantë për familjen, një ndarje e kohës më të madhe për familjen, një angazhim me gruan, me familjet, me prindërit, sigurisht që besimtarit do t'ia sillte këtë gjë për të cilën ka nevojë atë shumë. Por lumturia nuk fshihet vetëm brenda mureve të shtëpisë. Ajo gjithsesi është edhe në rrethin dhe ambientin në të cilin jeton besimtari. Dhe nga këto, për të arritur jo vetëm lumturinë, por për të arritur edhe kënaqësinë e Allahut xhallahu ala, për të arritur edhe faljen dhe mëshirën e tij, besimtari gjithsesi se duhet kujdeset edhe për tjerët. Muhamedi alayhi salatu wassalam, atë që sot shkenca bashkëkohore llogarit se mjet prej mjeteve që njeriu e bën më të lumtur, pra përkujdesja për tjerët, solidarizimi me tjerët, bartja ose ndarja e brengave të tjerëve me veten tënde. Muhamedi alayhi salatu wassalam para më shumë se 14 shekuj ka përmend një gjë të tillë. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam: wa ahabbu al-a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Dhe prej veprave që Allahu xhallahu ala më së shumti do, është që ti ta bësh të lumtur një besimtar. Pra, ta bësh të lumtur një besimtar është prej veprave që Allahu subhanahu wa taala e don dhe e cila gjithsesi se do të reflektoj edhe tek ty, edhe në personalitetin tënd dhe me lejen Allahu xhallahu ala do të jesh i lumtur. Lumturinë e sjell edhe buzëqeshja. Dhe mu për këtë Muhamedi alayhi salatu wassalam ka porositur që ajo të jetë pjesë e karakterit të besimtarit. Wa tabassumuka fi wajhi akhik sadaqa. Dhe të buzëqeshësh në fytyrën e vëllait tënd është sadaka. Pra, me këto gjëra të cilat ne i përmendëm, besimtari mund të arrijë lumturinë e tij, mund të arrijë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ai me një solidarizim me të varfrit, me siç thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, au takshif anhu kurba, apo t'ia largosh një breng, au taqdi anhu daynan, apo t'ia paguash një borxh. Me këto gjëra të cilat i bën për tjerët, mund të arrish kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, por njëkohësisht edhe mund ta gëzosh veten tënde, edhe mund të bëhesh më i lumtur. Lumturia është në adhurimin për Allahun subhanahu wa taala, për arsye se njeriu sa herë që e adhuron Allahun subhanahu wa taala, ai gjithnjë ngritet. Sa herë që e lexon librin e Allahut subhanahu wa taala, ai gjithnjë ngritet. Modestia të cilën e përfiton nga feja është pikërisht ajo që i siguron atij një lumturi të madhe. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam: "Men tawada'a lillah rafa'ahu Allah." Ai që bëhet modest për Allahun subhanahu wa taala, Allahu do ta ngritë atë, Allahu do ta lartësojë atë, Allahu do ta bëjë njeri të madh, njeri të lumtur, njeri i cili nuk di se çfarë është depresioni. Njeriu do të bëhet i lumtur edhe atëherë kur të kupton se në muajin e madhërishëm të Ramazanit ka mundësinë që të shkarkoj veten nga mëkatet, ka mundësinë që të arrijë faljen e Allahut subhanahu wa taala dhe kësaj të jetë i lumtur. Elus Allahun xhallahu ala që lumturia të përshkojë zemrat tona, që lumturia në këtë botë dhe në botën tjetër të na përcjell. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.